mbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta, urimet nga zemra për secilin prej jush, për të gjithë opozitarët dhe të gjithë shqiptarët, për një vit të mbar, vit i lirisë, vit i rikthimit dhe i triumfit të vlerave që ne besojmë, të vlerave themelore të njeriut në këtë vend, në këtë tokë, të grabitura, të shkelmuar, të përzëna në mënyrën më të egër nga njeriu që është bërë simbol i diktatorit të Venezuelës dhe që quhet tashmë në të gjitha kontinentet Ramaduro. Miq, në trashëgimin ton të lirisë, sot ne kremtojmë një datë ndër më të shënuarat, 35 vjetorin e hapjes e botimit të gazetës parë opozitare pas 45 vitesh monizëm total. Kjo në të vërtetë është festa jo e një gazete, është festa e pluralizmit mendimit, është festa e fjalës së lirë, është festa e jetës, e cila pa fjalën e lirë është një jetë shkredetir, një jetë pa dinjitet. Ndaj dhe unë duhet të shpreh nderimin tim më të madh, respektin më të thellë për të gjithë ata të cilët 35 vite më parë në natën e 5 janarit bën të mundur publikimin e gazetës Rilindja Demokratike si zëdhënëse e fjalës së lirë, si gazetë e interesit kombëtar, e vokacionit perëndimor të kombit tonë. Të dashur miq, sot ne kremtojmë të datë në kushte kur fjala e lirë, mendimi i lirë janë më të dhunuara se kur në 35 vite, në një kohë kur mediat e kontrolluar nga qeveria janë shtruar instrumentet të mafjes së fjalës së lirë, të plaçkitjes tuaj, të mashtrimit të qytetarëve, janë shtuar në zëdhënëse të krimit qeveritar dhe organizatave kriminale qeveritare, karteleve të drogës, organizatave kriminale të shqiptare. Kur ndonjëherë kartel të drogës, organizatat kriminale nuk kanë patur në dorë sa të kanë sot në Shqipëri serialin e medjave të kontrolluara prej tyre. Këto media çdo ditë shpërndajnë me valët, me portalet, me shkrimet, me ekranet, me studiot, mashtrime, manipulime dhe trillime për qytetarët shqiptar. Një lloj si në diktaturat më të zeza, direkt apo indirekt, glorifikojnë të keqen, justifikojnë të keqen, zulmojnë të keqen. Por sot, përsëri, në panoramën mediatike shqiptare, ka gazetare dhe gazetar trima e guximtar, të cilët bëjnë gjithçka në kushtet merësisht të vështira, të paguar dhe të papaguar, që thonë ju të vërtetën, bëjnë çdo gjë, të hetojnë krime të shëmtuara të qeverisë dhe organizatave të saj. Ndaj dhe le t'u shprehim ne nderimin më të madh atyre për punën që bëjnë,
për të gjitha ata gazetar, ata analist që me sakrifica, me guxim shprehin të vërtetat e hidhurat këtij regjimi. I garantoj ata sot në këtë ditë se programi i Partisë Demokratike ka në themel lirinë e fjalës, dinjitetin e tyre, lirinë e mendimit. Miq, viti 2026 ngjason shumë në histori me vitin e erëzimit të diktaturave komuniste njëra pas tjetrës. Sot, diktaturat më të përhapura janë narkodiktaturat dhe autokracitë elektorale. Lavdi Zotit, ushtria amerikane, qeveria e Shteteve të Bashkuara në një operacion më të përsosurin në histori, arrestuan dhe nxorën sot para gjyqin Ramaduron e Venezuelës apo Maduron e Venezuelës. Mediat e majta të kontrolluara nga qeveria në Shqipëri, nga mëngjesi deri në darkë, u bien borive se u shkel sovraniteti, se kjo shkeli ligjin ndërkombëtar. Miq, dhunuesit më të mëdhenj të sovranitetit të kombeve, dhunuesit më të mëdhenj të ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar, janë diktatorë dhe diktaturat. Rrëzimi i tyre është respekti më i madh për ligjin ndërkombëtar, ligjin kombëtar, për qytetarët e vendeve të shtypura. Nuk ka sovranitet vendi në të cilin zgjedhjet zëvendësohen me farsë elektorale. Narkodiktatori apo diktatori që shton zgjedhjet në farsë shkelmon dhe asgjëson sovranitet e kombit të tij. Ai nuk meriton një ditë të qëndrojë në pushtet. Presidenti Trump nga gjetja sot ka përsëritur se ti Maduro je i pari, të tjerë do vinë mas teje. Dhe u ka dërguar mesazhe njëri pas tjetrit. E vërteta është se ky akt solli ngritës të madhe të merr terror dhe ferr në Surrel. Edi Rama ngriu e ky që dje podcastin e tij mashtrojmë se çeli një fjalë goje. Publikoi një artikull me emrin e dy mashtruesve ordiner të tij, Endri Kajsiu, në të cilin thoshte, jo, mos kujtoni se jam Maduro, sepse Shqipëria nuk ka naftë sa Venezuela, sepse Shqipëria kështu ashtu, tani u them unë ju. Pse ky është Maduro? Pse ky është Ramaduro? Sepse ky, një lloj si Maduro, ka shtruar zgjedhjet e farsë elektorale. Mandatet e tij qëndrojnë mbi krimin. Ka marrë mandatet opozitës. Ky është një lloj si Maduro, sepse ky është i lidhur direkt me kartelet më të fuqishme të drogës në Europë. Ky kontrollon me françopjat e tij çmimin e kokainës dhe tregun e saj në Europë. Ky është sa Maduro për shqiptarët, sepse nëse Maduro ka përzar nga vendi i tij 20% të popullatës,
me varfëri dhe mjerim. Ramaduro ka përzën nga Shqipëria 40% të popullatës. Ky është më keq se Maduro, sepse në qoftë se Maduro preferon të dha pijet e forta, ky preferon verat 33.000 euro shishen. Imagjinoni ju, imagjinoni se ç'është ky. Dhe me lindat e tij vjedh qindra milion euro nga akshi. I zhduk ato në drejtime krejt të paditur. Në qoftë se Sicilia e Maduros mirë taksa për avion të drogës, Olsira i Maduros instalonte fabrikën e parë të drogës në Xibrak. Miq, a e kuptoni pra pse thoshte ky sot dje në artikull, mos kujtoni se jam Ramaduro, mos kujtoni se jam Maduro. Jo, je Ramaduro.